Të shmoj për t'i dhënë gjithë nderin dhe lavdin Zotit ton. Zoti më tha në profecinë e tij të shenjtë se djalli ishte i turbuar me mua dhe se do të musulmonte, por që unë nuk duhet të shqetësohesha pasi ai dëgjonte të gjitha lutjet e mia, dhe se duhet të kujtoja që ai gjithmonë manifestoi në momentin e fundit. Gjatë 4 muajve të fundit pata shpenzime të papritura që kaluan vlerën e 2.000 eurove. Unë nuk i kisha ato para. Lutesha në mënyrë të vazhdueshme dhe si Zoti e tha ashtu edhe u manifestua në momentin e fundit, duke më siguruar edhe qindarkën e fundit. Ishin muaj të vështirë për mua dhe mendova se gjërat po qetësoheshin, por ky ishte vetëm fillimi. Zoti më tha se do më duhet të shkoja tek mjeku, por se nuk duhet të ligështohesha pasi ai do të afronte pranë meje shumë njerëz që do të më ndihmonin dhe se duhet të ndiqja të gjitha udhëzimet e mjekut. Vëllezër, ju tregoj se shkova te mjeku për shkak të një shqetësimi që kisha në hije, që nuk duket ishte problematik, por që e ndjeja gjithmonë dhe nuk largohej. Diagnoza aso kohë ishte gur në veshka dhe pikërisht aty filloi ajo që Zoti më kishte thënë. Pas diagnozës rezultoi se nuk i kisha gurët në veshka dhe për 3 muajt në vazhdim më bën analiza të ndryshme pasi mjekët dilnin në përfundime që nuk ishin koherente. Nga aty dolën në përfundimin se kisha një mas të kalcifikuar në mitër dhe një tumor në pjesën e poshtme të zorrës së trash, që rezultoi të ishte kancer në fazën e 4 me metastaza të shpërndara në gjithë trupin. Kur më dhan diagnozën, unë isha shumë e qetë, aq sa mjeku dhe familja ime u habitën. Gjithashtu edhe personeli mjekësor ishte shumë i çuditur prej qetësisë që unë tregoja. Në çdo moment, pavarësisht sëmundjes time, unë nuk humba buzëqeshjen dhe as humorin. Edhe pse disa njerëz po më thonin se po e merrja si shaka, por unë nuk lash rast të më shpëtonte e të mos u tregoja se unë besoja në një perëndi të gjallë, dhe sa ai më kishte premtuar shërimin dhe ndaj unë nuk shqetësohesha për asgjë. Zoti deri në atë moment nuk më kishte premtuar shërimin, por më kishte premtuar se do t'i shërbeja shumë vite të jetës time dhe kjo ishte e mjaftueshme për të besuar se ai do të më shëronte. Bëra kimioterapi në spitalin privat për 7 muaj dhe kthehesh aty vazhdimisht për shkak të temperaturës së lartë, infeksioneve dhe gjithashtu më bën edhe 3 transfuzione gjaku. Në fillimet e sëmundjes, kur trupi nuk ishte dobësuar ende, pata mundësinë të vija në shtëpinë e Zotit fal disa motrave dhe vëllezërve të kishës që vinin të më merrnin në shtëpi, premtimi i përmbushur i Zotit. Dhe në një nga ato raste, Zoti më premtoi shërimin e plotë dhe më kujtoi se do t'i shërbeja deri në një moshë të thyer. Ndaj me ju se ishte pikërisht në ato momente kur vënia e duarve që më jepnin u bë shumë e rëndësishme për mua, sepse sa herë që më vinin duart, ndjeja sikur një barr hiqej prej meje. Pas këtij procesi, mjekët më thanë se do të bëja kontrolle çdo 3 muaj, por Zoti më thoshte se djalli i kishte kërkuar jetën time. Por të mos shqetësohesha, pasi ato frymrat e liga nënshtroheshin para tij dhe sa ai nuk do ta lejonte. Do të kaloja edhe pak kohë larg shtëpisë së tij dhe i ligu do vazhdonte të musulmonte. Me sugjerimin e disa mjekëve e vazhdova trajtimin në spitalin publik. Ata e rishikuan rastin tim sërish dhe patën dyshime. 2 ekipe të repartit onkologjik ju deshën të merreshin me rastin tim, pasi nuk arrinin të kuptonin përfundimet dhe nuk kuptonin tumoret që unë kisha. Metastazat tani më ishin larguar, por akoma kisha një tumor në mitër që ishte përgjysmuar dhe tumori tjetër gjithashtu. Ndaj mjekët vendosën të më heqin tumorin nga mitra dhe më pas të vazhdonin me më shumë trajtime. Tumori vazhdonte të kishte një masë të konsiderueshme kur vendosën ta hiqnin nga mitra, por rezultoi se kur mjekët më bën biopsin para se të ndërhynin, nuk gjetën asgjë. Zoti përsëri i bëri konfuz mjekët. Filluan të më bënin sërish kemoterapi dhe radioterapi dhe këto më dobësuan më shumë fizikisht dhe ma bën të pamundur të vija në kishë, ashtu si dhe Zoti e kishte thënë. Dua të theksoj gjithashtu që Zoti përmbushi edhe premtimin ku thotë se shumë njerëz rreth meje do të më vinin në ndihmë dhe më vurin në dispozicion jo vetëm mjekët, por edhe shefat e pavioneve në spitale të ndryshme. Gjithashtu më vendosi pranë shumë vëllezër të kishës që më sillin
që më sillni në kish, më vizitoni në shtëpi dhe gjithashtu më vini nduar kur unë nuk mund të vija në kish. Dua t'i jap së pari falënderime Perëndisë që më përmbushi të gjitha premtimet e dhëna dhe më mësoi shumë nga kjo sëmundje. Më dha forcë. Unë e dija se ai ishte me mua në çdo moment, ndjeja prezencën e tij, ndjeja dashurinë e tij. Dua të falenderoj gjithashtu të gjithë vëllezërit e motrat që u lutën për mua. Pati shumë nga ata që u lutën për mua edhe pse unë kur nuk isha shkëmbyer 2 fjalë me ta. Por Zoti më kishte thënë në profeci, bia ime, shumë prej bijve të mi, po lutem për ty dhe unë i dëgjoj ato lutje. Dua të falenderoj Zotin së pari dhe dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit ton. Vlezër, dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit tim për një mrekulli të shëndetit. Më thaj se do të kaloja për shkencë mjekësore dhe vizitova një mjek dhe dola me kancer të qepallës së djathtë. U operova dhe u verbova dhe në një lutje gjatë studimit të Biblës me motor Maria Luisa u lutëm për mua për kancerin dhe u ndjeva praninë e Zotit. Ndjeva një nxehtësi shumë të fortë. Të nesërmen shkova te mjeku dhe ai më tha se ishte një mrekulli shumë e madhe sepse nuk kisha më kancer dhe mund të shija. Dhe këtu e shohim se si Zoti mbështet dhe jep fuqi motor Maria Luisës. Këtë dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit tim.